Përshëndetje të nderuar të shikues, mirë se erdhët në Jashtë Kontrollit. Jemi sërish së bashku çdo të hënë të martë të njëjtë dhe të premte ku fokus kemi aktualitetin politik në Shqipëri, Kosovë, rajon dhe gjeopolitik. Të hënave mbetemi tek aktualiteti politik në vend. Kam ftuar Arjan Galdinin. Arjan, kënaqësi që të kam. Faleminderit për ftesën. Denis Miga, gazetar pranë Report TV-s. Denis, kënaqësi që të kam. Mirëmbrëma, faleminderit. Avokatin Leonard Karaj. Mirëmbrëma. Avokat, kënaqësi që të kam. Do ta nis më një herë me ty. Do doja të kuptoja çfarë ishte ajo që ndodhi sot në Këshillin e Mandateve. Ka patur, kemi dëgjuar mjaft informacione që ka dalë nga media, po do doja ta kishim më të qartë, sepse u diskutua për të fortë, u diskutua për 35 vjet burg për Ballukun, u diskutuan gjithë farë lloj gjërash. Çfarë ka ndodhur konkretisht? Konkretisht ishte e njëjta histori si ku ndodhi përpara një muaj e gjysmë në momentin kur Spaku shkoi në kuvend me kërkesën për heqjen e imunitetit të zonjës Balluku me idenë për një mas arresti me burg ose arrest në shtëpi, sepse Spaku thoshte vetëm arrest, por nuk e cilësonte çfarë arresti kërkonte. Përpara një muaj e gjysmë unë kujtoj që ka qenë vetëm Dritan Premçi dhe Dorina Bejko, dy prokurorët e Spakut të cilët hetojnë këtë çështje në seancën e sotme, për t'i dhënë ndoshta edhe një lloj soleniteti më të madh kësaj çështje, ishte edhe drejtuesi i Spakut zoti Klodian Braho. Dhe nuk është se unë prisja në kush e di se çfarë, me thënë drejtën, domethënë pak a shumë ishte e njëjta histori ku të dyja palët PD dhe PS mbajtën qendrimet e tyre, njëra kundër zonjës Balluku, tjetra PS-ja pro zonjës Balluku. Debati u fokusua më së shumti tek ideja se përse kërkohet me patjetër një mas arresti. Kjo ishte pyetja që bëri pak a shumë zoti Ulsi Manja, i cili shkoi edhe përtek saj, do thënë domethënë që ju e keni drejtën mundësinë domethënë që ta jetoni edhe në gjendjen në cilën ndodhet, kështu që nuk ka arsye pak a shumë që ta kërkon një arrest. Nga ana tjetër, Spaku e argumentoi me idenë domethënë që edhe gjatë kësaj periudhe kohore kur dosja Balluku ndodhet në Këshillin e Mandateve, pra për kërkesën për heqjen e imunitetit, ka pasur intimidime, kërcënime, shantazhe ndaj personave të veçantë, nën hyjën po e them unë, ose nën punës të ministrisë apo të zonjës Balluku, Ministria e Linjës, dhe kjo ka bërë të mundur sipas Spakut që kërkesa e tyre të jetë më së legjitime, sepse edhe gjatë kësaj periudhe kohore, zonja Balluku është yshtur që të krijojë rreth vetes saj një lloj situate të tillë, domethënë që t'i krijojë mundësi vetes që të mos ketë probleme të rënda në raport me veprat penale për të cilat po hetohet. Fakti që prokurori Spaku Dritan Premçi u ysh 2-3 herë duke e saktësuar këtë si një lloj problemi të madh që është krijuar gjatë kësaj periudhe kohore, të bën të besosh fort domethënë që Spaku do i qëndrojë kësaj kërkese deri në fund dhe ndoshta nuk është çudi domethënë që të kërkojë edhe kur të mbarojë kjo kërkesë, sepse ata edhe mund të arrëzojnë kërkesën, mund ta justifikohet kërkesa për masën e arrestit me burg avokat me faktin që po dëmtohen provat. Po pra, jo vetëm që janë dëmtuar, jo vetëm që për shkak të ngarkesës penale për të cilën sipas Spakut. Po dëmtohen nëpërmjet presionit. Pra edhe një po them. Jo vetëm për shkak të ngarkesës penale për të cilën akuzohet zonja Balluku. Sepse ngarkesa penale shkon në raport edhe me masën e sigurimit personal që ti kërkon. Sa më madhe të jetë ngarkesa penale, aq më shumë ti kërkon masë sigurimi personal arrest. Sepse për ndryshe mund të jetosh gjendje të lirë apo në një masë arresti më të lehtë. Fakti që kërkojnë do të thotë domethënë që ngarkesa penale për zonjën Balluku është e rëndë, është e madhe sipas Spakut gjithmonë. Por ata shkuan përtek saj, shkuan duke thënë domethënë që edhe gjatë kësaj periudhe kohore ka pas intimidime të personazheve të ndryshëm brenda Ministrisë së Infrastrukturës, të cilët janë persona të pandehur ose në hetim, pra që do të thotë janë pjesë e dosjes së zonjës Balluku, dhe sipas Spakut zonja Balluku i ka intimiduar, i ka kërcënuar që ata të ndryshojnë dëshminë e tyre dhënë pranë prokurorisë. Dhe kjo e ka bërë domethënë që Spaku të vazhdoi qëndrimin e vet stoik për kërkesën për heqjen e imunitetit. Ta të fortët avokat se për presion nga disa të fortë për çfarë bëhet. Përpara disa ditësh kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi nxorri një lajm që
persona përtej ministrisë, pra të fortë, njerëz, sipas atij, aludimi ishte për njerëz të cilët kanë marrë tendera me zonjën Balluku, me ministrinë që ka drejtuar zonja Balluku, kanë intimiduar prokurorët e SPAK-ut, Prokurorët apo dëshmitarët? Prokurorët dhe dëshmitarët ka qenë, ishte nga ana e Gazmit Bari thoshte domethënë që edhe prokurorët edhe dëshmitarët janë intimiduar me qëllim që ata të ndryshojnë dëshminë. Kurse zoti Dritan Premçi këmbguli në atë moment dhe tha që e përgënjeshtroi në një farë mënyrë. Çudi si u përgjigjëstrua zoti Bardhi. Atë u çudita edhe unë, me thënë drejtë. Ai zakonisht flet vetëm të vërtetë. Dhe kërkoj me patjetër që kjo nuk ishte e vërtet sipas Dritan Premçi, sepse ka pasur sipas atij, por jo përtej ministrisë. Pra nuk ka pasur njerëz sipas prokurorit Dritan Premçi përtej atë ministrisë persona pra nuk ka pasur aktor të tjerë përtej ministrisë, jo se nuk ka pasur dhe një tjetër. Oligark apo të fortë, le të themi të botës krimit sipas. Kjo mund të jetë edhe një lloj qasje e SPAK-ut, se edhe mund të kenë ndodhur, por ata nuk e pranojnë, nuk duan ta pranojnë një gjë të tillë. Pse ta shpjegoj pse te kjo? Sepse po ta kujtosh për para 2 javësh ti ke bërë një emision këtu, ke thënë domethënë që u është shtuar garda mbrojtja ndaj prokurorit SPAK-ut. Madje për Altin Dumanin, për Dritan Premçin, pra ishte shkresë e nxjerr nga SPAK-u vetë, domethënë që kishin kërkuar gardës domethënë për shtim të masave mbrojtëse. Tani, për çfarë kërkon masa mbrojtëse kur nuk dihesh i kërcënuar? S'ka kuptim dhe kjo si histori. E qartë. Kjo do të thotë domethënë që ti je ndjej i kërcënuar për shkak se prandaj kërkon masa shtesë mbrojtëse, që në dijen intime nuk janë dhënë akoma. Pra nuk është vënë në gatishmëri nga ana e Gardës Republikës në dijen intime, thashë, se mund të gaboj këtu, që t'jenë dhënë masa mbrojtëse shtesë ndaj prokurorit Dritan Premçi dhe Altin Dumanit për këtë gjë. E dyta, shumë e rëndësishme kjo pjesa tjetër, është që pak a shumë debati ishte ngarkesa penale 35, 36 vjet që ti citove. Do kisha dalë këtu avokat, po para se dalim këtu të 35 vjet burg për Ballukun që paktën u interpretuat sot. Po para se dalë këtu do doja dija, fjala vjen se po flasin për intimidime, po flasin për presione. Tani më që masa e pezullimit për Ballukun ka hyrë në fuqi, apo jo? S'ka hyrë akoma në fuqi. Apo kur të dalë në fletorin zyrtare. Këtu është gallata e shtetit shqiptar. A mundet de facto e ka respektuar. E ka respektuar, nuk ka shkuar. Ti ke shkuar nga mbas. Pak në kështu është informuar edhe socialistët kanë thënë që nuk po. Pse në momenti kur e ngriu gjykata kushtetuese vendimi i gjykatës kushtetuese ndoli brenda një ore. Ne jam dakord me ty. Me mua je. Por në këtë rast burimet e EPS-s thonë që zonja nuk paraqitet me burimet e EPS-s ngel Sahara unë burr. Po mirë, dakord po. Po burimet e EPS-s. Skemi tjera këtu të vend. Nuk mjafton masa e pezullimit për ta bllokuar presionin mbi. Edhe PD-si ka PS-ja burimet. A nuk mjafton masa e pezullimit? Të gjitha tani dëgjoj, ta shpjegojmë një herë mirë sepse kjo është bërë një gugulebe e madhe. SPAK-u i kërkoi masën e pezullimit. Zonja Balluku dhe qeveria nuk e pranoi një gjë të tillë. Se pranoi sepse ai çon gjykatë kushtetuese. Se pranoi. Atëherë në momentin kur nuk e pranoi një gjë të tillë, SPAK-u shkoi me një kërkesë përtej kësaj, sepse unë dyshoj fort, këtë e kam analizë tani juridike. Në rast se zonja Balluku do kishte pranuar pezullimin, pra nuk do kishte shkuar në zyrën e vet, me shumë gjasa SPAK-u nuk do shkonte me kërkesë në Këshillin e Mandateve ose në Parlament për heqjen e imunitetit. Se s'do kishte edhe arsye logjike, them unë. Ti si je më në zyrë, për çfarë arsye do ta kërkosh një gjë të tillë? Tani nuk është më në zyrë. Jo, s'është e vërtetë kjo. Të thash edhe një herë tjetër. Juridikisht, sot që neve flasim, zonja Balluku është zëvendës kryeministre, është ministre i infrastrukturës. Zyrtërisht po flasun. Vazhdon të jetë, edhe pse gjykata kushtetuese ndoli me vendim. Dhe në një nga pikët, në pikën e fundit të vendimit thotë, ky vendim thotë, merr fuqi ligjore 15 ditë pasi publikohet në fletorin zyrtare. Tani kanë kaluar 15 ditë apo 2 javë nga vendimi i gjykatës kushtetuese, jo vetëm që nuk është publikuar në fletorin zyrtare, po kur të publikohet në fletorin zyrtare do kalojnë edhe 15 ditë tjera. Tani po sikur këta të fletorës zyrtare ta bëjnë pushim, ti thot Besformi Lamallari mos shkonin fare të punoni juve aty. S'duan ta publikojnë ata. Çfarë ndodh me këtë histori? Sepse kjo po ndodh. Kjo po ndodh.
Ne po flasim për gjëra juridike, ne nuk po flasim për me amencim. Më tha mua njëri aty te porta që e pasha, po nuk ka ardhur fare sot në punë. Avokat, kur pash 35 vjet burg për Ballukun, kur e pash si lajm e verifikova disa herë sepse mu duk një shifër e cila realisht godiste psikologjikisht. Për çfarë bëhet fjalë në të vërtetë? Ta shpjegoj. 15 vite, 35 apo 36 vite burg që ke lexuar ti, kanë të bëjnë, ose më mirë, kanë të bëjnë me ngarkesën penale të cilën ka zonja Balluku. Zonja Balluku është hetuar dhe është marrë pandehur për shkelje barazisë në tendra, një vepër penale që dënohet deri në 4 vite burg. Deri në 4 vite. Zakonisht për një vepër të tillë penale, askush nuk shkon në burg në Republikën e Shqipërisë. Për shkelje të barazisë në tendra, askush nuk shkon në burg për një gjë pra ka akuza të reja, po më thua. Tani këtë akuzë, këtë shkelje të barazisë në tendra, zonja Balluku e ka bërë 9 herë. Jo një herë, 9 herë. Pra ka bërë normë që në 9 raste zonja Balluku për llogaran është marrë pandehur. Për llogaran është marrë pandehur, është faktuar sipas pakut që e ka bërë për llogaran. Pra nuk është në hetim më, për llogaran po flasim. Është e faktuar për spakun që e ka bërë, mbaroi këtu historia. Pastaj do ta verifikojë gjykata dhe do japin vendimin, është tjetër histori. Pastaj edhe në 9 raste të tjera është verifikuar sipas pakut që është bërë e njëjta vepër penale. Tani krahasimin që unë bëj domethënë në mënyrë kështu banale. Është një lloj sikur një person të vrasë një person tjetër dhe pas një muaji një tjetër, pas një muaji tjetër ta bëj këtë punë 9 herë. Pra ky pastaj e ka bërë normë. Është vrasë serial. Vrasë serial. Pra është prandaj, por nuk është mbledhje matematikore siç e bëjmë ne. Mbledhja matematikore tregon marzhin e madh të veprës penale që ka dhe vlen vetëm për masën e sigurimit personal. Avokat, nëse akuza, sepse po jemi vetëm të shkelja e barazisë në tendera, nëse jemi vetëm të kjo akuzë, a ka të drejtë SPAK, a ka të drejtë zoti Manja i cili thotë që mjafton pezullimi? Ta shpjegoj atë, një herë mirë. E para nuk ka asnjë lloj mënyre dhe mundësie teorike po flas. Po. Pastaj nëse duan domethënë që ti presim drut shkurt fare sa ashtu na vin për shtat është tjetër histori. Po. Nuk ka asnjë lloj mundësie domethënë që zonja Balluku kur ka 9 raste të tilla të hetohet vetëm për shkelje të barazisë në tendera. Sepse nëse është 9 raste të tilla do të thotë domethënë që ti ke grup të strukturuar kriminale, ke kthyer në normë një gjë të tillë. E qartë. E dyta, në bazë të kodit procedurës penale, që neve me fond drejtën e kemi një çik rigjid dhe të keq këtu në këtë aspekt, ne kemi grup të strukturuar kriminal, çdo vepër penale e cila kryhet nga 3 e më shumë persona. Pra mjaftojnë 3 veta që ti të kesh grup të strukturuar kriminal. Kujtoni këtu Ilir Beqen, që është bashkë me zëvendës ministrin e tij dhe bashkë me atë personazhin ai që mori tendrin e sterilizimit, është në grup strukturuar kriminal. 3 persona janë dhe ata. Dhe në rastin konkret, jam i bindur që gjykata, prokuroria do shkojë pastaj me grup të strukturuar kriminal për veprën për zonjën Balluku, sepse këtu janë vetë ti ke zonjën Ballukun, ke Ervis Berberin, ke Tian Gjylin, ke s'më kujtohet emri atij të OSHS-s çfarë është. Pra ke disa njerëz plus këtu KVO-n, plus këtu persona të cilët do pyeten nga këta që kanë marrë tender. Pra ke shumë persona, prandaj po them edhe një herë tjetër, nuk ka mundësi që çështja të shkojë tek thjesht shkelje barazisë në tendra. E dyta, ne dim fort mirë se para një jave doli vetë SPAK-u që i ka çuar të gjitha bankat në nivelit 2, ASHK-s, ATP-s, shkresa me qëllim që t'i japin informacion në lidhje me pasurinë e zonjës Balluku. Si është e mundur që zonja Balluku në vitin 2013 deklaronte 200.000 euro, 200.000 euro, po e marr trashë, 200.000 euro, kurse në vitin 2023 2 milion euro. Pra ka një deficit shumë të madh midis një vjeçari. E qartë. Pra që do ulumtohet. Dhe në rast se do futemi edhe te kjo histori, pastaj zonja Balluku mund të akuzohet edhe për fshehje pasurie, deklarimi i rrem, apo edhe për vepra penale të cilat lidhen me korrupsionin. Në tërësinë e gjës, unë sot pozicionin penal të zonjës Balluku e shikoj 10 fish më të rëndë se pozicionin penal që ne shikonim dhe argumentonin 10 për zotin Erion Veliaj. 10 fish më të rëndë. Po, sepse juve nuk harroni një gjë. Në këto të paktën nga 2019 deri në tani që ne flasim, zonja Balluku ka pasur si buxhet të vetin, të ministrisë ka fjalën, mbi 4 miliard euro.
sepse duhet ta dini, vetëm në Shqipëri ndodh që rrugët të marrin 6% të GDP-s. Arsimi 1%, shëndetësia 1%. Në gjithë Europën, arsimi, shëndetësia gjithë marrin nga 6 nga 7% dhe rrugën marrin 0.5%. Kurse këtu ka qenë 6.5, 7% të gjithë GDP-s. Pra, pjesa luanit të buxhetit të shtetit ka qenë në dorën e zonjës Balluku. Pra, kjo zonja Balluku si ministre linjit po hetohet për një buxhet të tërë vjetor të Shqipërisë. E imagjinoni se për çfarë rënd, po më thua se Velia vepra penale për mendimin tim deri tani me ato çfarë unë lexoj. Po të jap një rast. Zoti Eren Velia ka shumë pak gjasa që ti shkoj me një akuzë grup të strukturë kriminal. Vetëm në rast se do hapet incineratori. Mund të shkoj. Ka shumë pak gjasa që të shkoj për grup strukturë. Zonja Balluku i ka të gjitha shanset për mendimin tim juridik, si e lexoj unë dosjen e saj, që të shkoj për grup strukturë kriminal. Denis, si e lexove këtë episod të sotshëm të Këshillit të Mandateve, sepse bashkë kemi qenë në këtë studio ku kemi thënë që vendimi për ta marrë dhe për ta gjykuar këtë rast nga Këshilli i Mandateve, se deri tani e kishte bllokuar, është një sinjal që Partia Socialiste do ta gjykojë si duhet, madje shkuam deri në pikën që duhet parë a do ta lëshoj apo jo. Tani këtu duhet ta konstatojmë edhe diçka që në një farë mënyre ka qenë ajo që mund të cilësohet show politik i këtyre 2 muajve. Seanca e sotme ishte kaq e shkurtër dhe kaq e thjeshtë. Pra, prokurori paraqiti faktet e tij, palët, madje avokati i zonjës Balluku paraqiti mbrojtjen në mënyrë shumë të si thosh precizuar në kuptimin që nuk kërkonte as ditë të tëra as javë të tëra, dhe të 2 palët si PSPD mbajnë qëndrimin e tyre. Që do të thotë, ne jemi ende në një vend ku politika është dominante edhe ndaj drejtësisë. Këtë duhet ta pranojmë. Pra, në këtë periudhë 2 mujore politika ka fituar kohë. Nuk kishte nevojshme të pritej kaq shumë për diçka, për një seancë që u mbyll në mënyrë shumë të zakonshme. Dhe kështu duhet të jenë, besoj, të gjitha kërkesat. Thënë këtë e lëm formën. Tani fullemi te përmbajtja. Ajo që është interpretuar në media lidhet me 2 qëndrime, një kërkesën e PD-s për arrest, për autorizimin për arrestin, dhe kërkesën sipas edhe qëndrimit që ka mbajtur zoti Manja për faktin që pezullimi është i mjaftueshëm. Po edhe kjo do ishte një lloj autogoli për Partinë Socialiste, se ata pezullimin nuk e pranojnë. Pra, ata shkuan bën gjithë ato betejë legale në gjykatë kushtetuese kundër pezullimit. Tani të thuash që jemi okay me pezullimin, do të thotë që ti në një farë mënyre ke bërë diçka që të kthen pas në qëndrimin që ke patur më parë. Por deklarata e Ballës që do jetë seanca plenare që do ta vendosë, tregon këtu kemi lajmin. Lajmi është ky që ne, sepse deri dia ato që kemi thënë nuk do kishte fare seancë plenare. Pra do ketë seancë plenare, që do thotë do ketë votim. Dhe në votim do kemi më në fund të dim cila është qasja e Partisë Socialiste. Në votim nuk shmangesh dot. Mund të thuash jo pezullimi gjykatë kushtetuese. Sinjale sot nga Manja, nga Balla. Sinjali që patëm, të paktën unë atë që lexova ishte ky që pezullimi do të jetë i mjaftueshëm, që do të thotë, nëse ecim me këtë sinjal do të thotë që në votim do kemi një vot parandalues e heqjes mund të jetë dhënies së autorizimit. Por për vetë faktin që do të jetë seanca që do ta vendos dhe deklarata e Ballës që ne nuk jemi dakord me mendimin dhe mënyrën se si Partia Demokratike kërkon t'i shkojë problemet, e lë të hapur opsionin. Pra në seancë çdo gjë është e hapur. Tani problemi është që ka ndryshuar strategjia e Partisë Socialiste. Pra nëse Partia Socialiste e shfrytëzoi më së miri, prandaj them unë edhe një herë në këtë vend politika është dominante, kush mendon që është drejtësia që mund ta dominojë politikën, është pak naive ta besosh kuptimin që atë që deshi Rama kryesisht, se Rama është ai që lëviz fijet e mazhorancës, e arriti. Pra e çoi këtë çështje në kalenda greke. Tani, nëse do ketë diçka të re në skenarin e edhe të ndërkombëtarëve në raport me këtë çështje,
Këtë gjë do ta shohim në seancë plenare. Arjan, si e shikon se jo rastisht lash sepse dëgjuam domethënë variantin juridik, variantin e interpretimit gazetaresk, si e lexon politikisht këtë që po ndodh me zonjën Balluku. Çfarë po bën kjo mazhorancë, ku po tenton të shkojë nëpërmjet këtyre manovrave që po bën prej dhjetorit shkuar të paktën. Në fakt, rasti Balluku tregon edhe epokën e re ku ka hyrë Shqipëria. Shqipëria ka hyrë tek epoka kur drejtësia e re po kalon pragun, që i kishte caktuar politika, SPAK-u, GJK-ja, gjykata kushtetuese, pra janë një sër institucionesh drejtësisë, cilat janë duke vepruar tashmë në unison. Dhe stekës që kërkon apo barrierës që kërkon të vendos përsëri politika me stërmundim kësaj radhe, sepse pasojat do të jenë të larta me sa po shohim nga reagimet ndërkombëtare. Kjo matja e forcës duarve që po bën drejtësia me politikën, me parlamentin në këtë rast, po e shfaq gjithnjë më të qartë që ndërkombëtarët nuk po qëndrojnë më arbitra, por po i japin fuqi dorës së SPAK-ut. Po e vendosin tek SPAK-u drejtësinë, po është gjithë drejtësia. Tani, çfarë shohun simbolikisht dhe alegorikisht tek historia e Balluku? Unë shoh një karrierë politike të mbaruar, të kryer, dhe për çfarë shoh unë dhe si e lexoj unë, imuniteti i saj ka kryer punë. As që diskutohet që do hiqet dhe do votohet heqja e imunitetit. Me siguri. Okej, si lexoj, dakor, në rregull. Okej, unë po flas si e lexoj unë. Jo, kur thua që diskutohet, në kuptimin që aty s'ka më diskutim pastaj. E sqarova. Se siç e lexoj unë pra. Ajo që lexoj unë, shenja është kjo, pra sipas leximit tim, as që diskutohet fare, qofsh e gabuar, por ka kryer punë, po thuaj që Partia Socialiste do ta dorëzojë, do ta japë autorizimin për arrestin e Ballukut. Çfarë ka bërë Partia Socialiste që kur doli çështja Balluku në sken? Partia Socialiste është përpjekur që ta mbajë si një çështje politike, madje mundësisht nëse do t'ja dilnin mban për ta mbajtur një çështje politike të qarkut Fierit. Partia Socialiste dhe kryeministri Rama ka dashur ta kthejë në një debat mes Gazmend Bardhit, Belinda Ballukut dhe Zeqenia e Fierit. Pra kanë dashur që ta menaxhojnë në këtë mënyrë, pra, si një çështje retorikash, akuzash dhe kundër akuzash dhe një lloj vendeta brenda qarkut. Dhe ka një arsye pse e bëjnë këtë gjë, sepse duke e zvogluar debatin politik në këtë nivel, pra tek qarku i Fierit, ata nuk duan që njerëzit të shohin atë që është përtej. Pra që është kujdesi i ndërkombëtarëve që kjo çështje të shkojë deri në fund, sepse kjo çështje është matësia e vërtet e mbështetjes apo e sinqeritetit të mbështetjes që i bëjnë grupimet politike në Shqipëri, drejtësisë së re dhe veçanërisht SPAK-ut në këtë rast. Me Kallisterta është pikë kritike. Po, pra mos harroni një gjë që me Kallisterta ka quajtur pikë kritike. Por Komisioni Evropian ka quajtur të lidhur drejt për drejt me procesin e integrimit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës e konsiderojnë si gjën më të rëndësishme që përcakton nivelin e raporteve të Shqipërisë me, pra vazhdimsinë e raporteve të Shqipërisë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. SPAK-u është tashmë duke bërë detyrën që ne kemi pritur ta bëj kohë më parë. A do e fitoj këtë betejë politika apo do e fitoj SPAK-u, këto do ta shohim në ditën vijim, do ta shohim në javën vijim. Me çfarë shoh dhe me çfarë lexoj unë, Partia Socialiste po tenton të bëjë dy operacione njëkohësisht, PR të brendshëm, pra çështja Balluku, çështja e qarkut Fierit, pra është një çështje banale, e vogël, e parëndësishme, dhe PR ndërkombëtar, sepse e ka gërshetuar. Gjithmonë kur ti diversifikon portofolin, atëherë ti përpiqesh që të krijosh likuiditet, argumentesh dhe çështjesh në tryez me ndërkombëtarët. Dhe kush është diversifikimi i portofolit që ka bërë Partia Socialiste me shumë mençuri dhe duhet ta vlerësojmë këtë lloj aftësie. Pra ka hapur tezën e ndryshimit në kodin penal, ka bërë ato që quheshin veprimet procedurale për kërkuar
një arsyetim nga gjykata kushtetuese për pezullimin e Ballukut. Kështu me radhë ka por disa çështje të cilat në fakt krijojnë më shumë kaos dhe krijojnë mundësi që për të njëjtin numër prestigjatorit lëviz shumë gogla. Okej. Kjo është e gjitha. Pra gjithë ideja është që për të njëjtin numër prestigjatorit do që të luaj me shumë gogla, por numri është Balluku. Dhe jo Balluku si person. Mos e ngatroni. Pse jo Balluku si person? Sepse ajo që shohun është që Rama ka kuptuar këtë gjë që në momentin që Spaku do e kaloj këtë prag, atëherë nuk kam më kufi. Kjo është pak, por do ta shohim që nëse Spaku do e kaloj pragun Balluku, kjo do të vërtetohet edhe me të tjera veprime që ne do të shohim të ndodhin në vimësi në muajt që presin përpara. Kush është dallimi? Shumë e thjeshtë. Isha në një takim në Washington dhe një nga gjërat që u diskutua nuk kishte lidhje me Shqipërinë sigurisht, por po e marr si argument për ta sjell këtu. Dhe një nga gjërat që po diskutohej ishte kjo, kush dallimi mes demokracive dhe diktaturave. Në diktatura udhëheqësit, pra krerët politik, janë të pazvendësueshëm, sepse ata janë fytyra, janë institucioni, ata janë kështjella e regjimit. Në demokraci, të gjithë funksionarët politik janë të zvendësueshëm, për rrjedhoj qeverisjet janë të gatshme dhe kanë prirjen që të sakrifikojnë në momente përplasjesh të mëdha institucionale, ligjore, apo kushtetuese personin për hir të parimit. Nuk vendoset parimi në barazi me personin kurrë në demokraci. E qartë. Pra në qoftë se ta zëm Ballukja ka të drejtë në gjithë të histori, po e marrim nga e kundërta e predispozitës, atëherë ajo mund të martirizohet, largohet politikisht, spostohet, përballet me drejtësi dhe kur dele pafajshme, del martire. Dhe po të doj Partia Socialiste, mund ta ridimensionojë karrierën e saj, por tashmë si heroin. E kupton? Por këtu Ballukja po vendoset si barierë për drejtësinë, për parimin. Nuk diskutohet në demokraci kufiri i pushtetit të drejtësisë. Kur drejtësia bën veprimin dhe pastaj politika sheh pasojën. Pra deri ku është cënuar parimi. Nuk vendoset personi kur përballë parimit në demokraci. Kjo është diferenca. Dhe po të marr një shembull që po e lexoja tani që dje forcat e sigurisë meksikane kanë vrarë kreun e kartelit më të rrezikshëm, El Mencho apo. El Mencho, po. Çka ka ndodhur atje? Menjëherë sot karteli ka filluar dhe po sulmon 8 shtete të Meksikës, është Republikë Federale. 8 shtete madje edhe vet kryeqytetin e Meksikës dhe Departamenti i Shtetit, Ambasada Amerikane po bëjnë thirrje që të gjithë shtetasit amerikanë të strehohen, sepse janë të rrezikuar. Mënyra si vepron karteli është e tillë që ata po bëjnë hakmarrje, po na godite krerët, ne bëjmë tokë të djegur. Simbolikisht, ne kemi këtë lloj logjike karteli dhe në Shqipëri. Politika shqiptare, kur i cënohen krerët, e bën tokë të djegur, pra u thot ndërkombëtarëve e dogjëm, e grim, e shkrim, rrëzuam drejtësinë, ndryshuam kodin, po godasim dhe po shkallmojmë gjitha arritjet e drejtësisë, sepse ky është kërcënimi që po bëjnë ata me vota. Praktikisht, a nuk i të duket që është një lloj kërcënimi ala kartel kur ti thua që po i pata votat për ndryshime të kodit penal, se nuk është çështja çfarë do të bëj. Unë mund t'i bëj votë edhe për ndryshime kushtetuese. Se një marrëveshje large kam. Se Sali Berisha po e bën revolucionin, ama në komisione po voton. I votoi ambasadorët e rinj të Partisë Socialiste. Partia Demokratike është duke vepruar me 2 diksione, me 2 gjuhë. Sali Berisha flet që ne në protestën e radhës do shprehim gjithë urrëtitjen tonë, ama deputetët si pluma shkojnë dhe votojnë në komisione. Pra ka diçka që nuk shkon, pra kërcënimi në këtë rast është i bashkuar i politikës shqiptare. Ajo që kam kuptuar unë nga deklarimet e sotme të Taulant Ballës është kjo që Partia Socialiste dhe Partia Demokratike
janë duke kalkuluar pasojën nëse ata do të vendosin hendekun dhe barierën mbi drejtësinë. Po e bën hapin edhe institucional, pra me vot konkrete, me proces konkret dhe me procedurë konkrete, atëherë për ata do të ketë ditë të zeza. Ata janë duke matur, por besoj që përgjigjja që do të vi këto ditë në negociatë që ata do të kenë, sepse këtë besoj e kuptojmë të gjithë që jemi akoma tek faza që ndërkombëtarët mesazhet e tyre do të japin ende në zyrat mbyllura, sepse po shkoj puna tek deklarimet e para publike të hapura, atëherë ka marrë fund çdo gjë. Kur të dëgjoni fillimin e procesit të raporteve publike, të sulmeve mediatike dhe të goditjeve të drejtë për drejta të figurave dhe të vendimeve që do të merren politikisht, atëherë Avokat, imuniteti i Ballukut, thot Galdini, ka kryer punë. Ti si e shikon? Tani unë doja shumë të isha dakord me Galdinin, sepse edhe unë uroj që të ndodhë një histori e tillë. Unë kam pasur gjithmonë tezën dhe i qëndroj asaj që rënja e zënës kryeministres nuk është rënja e një personi, por është rënja e Ramës në vetvete. Dhe mbrojtja që po i bëhet zonjës Balluku edhe nga mbledhja e partisë të grupit parlamentar të Partisë Socialiste, ku zoti Rama tha që zonja Balluku ma ka dhënë 3 herë kërkesën për dorëheqje dhe unë ja kam refuzuar. Mund t'ja ke dhënë 3 herë, 33 herë, mua neve pak na intereson ajo. Ne na intereson çfarë mendon kryeministri, nuk na intereson se çfarë bën në zonja Balluku. Se zonja Balluku, nëse ja pas ka dhënë 3 herë, mund ta bënte shumë të thjeshtë, dorëheqje të parevokueshme. Është thjesht fare. Pra mos na bëjnë domethënë, këta na gënjejnë vlla. Na më gënjejnë në mënyrë, ose më mirë, i gënjejnë njerëzit në mënyrë më të vulgare të mundshme, të pështirë të mundshme. Edhe këta njerëz që na shikojnë në Shqipëri apo përtej Shqipërisë, kush ka qef që të gënjehet, dhe gënjehet, më pa është e vërtetë ajo që ka thënë, ja ka dhënë dhe ky nuk ka pranuar. Po ka dhe dorëheqje të parevokueshme më. Dorëhiqem dhe s'vi fare më aty. S'ke nevojë ta hapësh 3 herë, mjafton 1 herë. Parevokueshme dhe nuk ka nevojë më. Po s'ke nevojë më. E jep 1 herë, jo 3 herë. Pse nuk ka kryer punë, avokat? Po s'ka kryer punë, sepse po t'jap shembullin tjetër. E di si kryen punë zonja Balluku? Sepse unë besoj fort tek një tezë e cila po aq sa mund të ketë kundërshtar zonja Balluku te opozita, madje dyshoj që ka shumë te opozita, kundërshtar politik po flas, ka më shumë te grupi vet parlamentar. Ajo vërtet i ka vendosur ca ministra dhe ca deputet të Çakut Fierit me dorën e vet aty, por nuk bëjnë më shumë se sa po them unë 10-15 nga 83 që ka grupi parlamentar i PS-s. Le të bëjnë të çojnë në parlament për votim imunitetin e zonjës Balluku, po mos e bëjnë të hapur, le ta bëjnë mbyllur. Votim të mbyllur. Po, ne ta bëjmë votim të mbyllur. Hapur do e votojnë dhe demonstrativisht do ta heqin imunitetin ti mendoj atë, unë po mendoj këtë pjesën tjetër. Le ta bëjnë votim të mbyllur, më dhe ke për të parë domethënë se sa do i shkojnë vota pro heqje zonjës Balluku. Po më dakord. Do tani Rama thotë, ja thot, u ngritën këta kukuvajka dhe kënetës. Akuzuan që ne do pengojmë drejtësinë, por ne jemi proceduralist. Ja ku e dham neve kokën. Kja ke për ta parë mbajmë. Dakord, unë e kuptoj shumë mirë, tash edhe një tjetër. Ky njeri ka 20 vjet që i gënjen shqiptarët, mos ka problem se po i gënjen edhe 20 vjet të tjera, se s'është një problem i madh. Tash edhe një tjetër. Është çështje personale, në rast se ti do ta besosh apo nuk do ta besosh. Sa ai doli dhe sot dhe tha, "Ore, unë tha mora helikopterin për të shkuar në Korçë, mbledh tha se kisha shumë punë, duhet të i marronja bash." Ore ti duhet thuash domethënë që të kanë rënë gjitha rrugët që ke mor zotrin nderuar. Se mua nuk më intereson fare kush vin nga Amerika, nga Kina, nga Europa. Sakt, tani edhe një argument pra. Pra nuk më intereson mua pas kanë ardhur këta oligarkët e Europës. Se ka një vendim gjykate që Ballukun po e merr në qafë. Dhe jo vetëm Ballukun, por edhe qeverinë Rama, që është verdikti i Zotit, verdikti i natyrës. Dakor. Ne gjitha na vin nga Zoti. Vendim në natyrë, pra investimet publike të këtyre 12-13 viteve janë të gjitha në mëshirën e fatit. Ka verdikt më të madh se verdikti. Dakor, por tani dëgjoj, se tani më kujtove një gjë shumë bukur. Në vitin 2020 po jepet publiko. Tek Denisi në vitin 2020 e lshova dhe pastaj e bëra dhe shkrim se s'mund tek aty. Ore, nuk mund bi vet ky Rama. Para 6 vitesh e bën. Po, nuk bi vet më kjo. I forti. Sot kemi ardhur te pika, domethënë që neve po presim ose nga Zoti ose ti ki vet. Se s'ka
Jo, unë jo njërë. S'ka alternative. Pra, jemi urdhë. Jo, unë do të kthehem aty. Pse mendon ti se Rama nuk e lëshon Ballukun? Për shkak se fjala vjen ka frikë se kjo do t'i çante Partinë Socialiste. Për shkak se kjo është barriera e fundit siç thot Galdini. Ka dy gjëra si shofun. Po. Do ta shikosh nga ana politike për ta analizuar Ramën si personazh. Po. Rama është personazh i tillë që duke qenë i gjithë pushtetshëm, se është i gjithë pushtetshëm, ai është një perandor, por nuk e ka shpallur Shqipërinë perandori, se po të kishte mundësi e kishte bërë dhe këtë dhe perandore që dhe vetën. Të trashëguar po duhesh dhe ti. Nuk arrin dot, domethënë, ta perceptoj me trurin e vet që të shkojë dikush nga drejtësia apo cili do dhe ti thot hiqe Galdinin apo hiqe Nardin. Nuk e pranon ai, heq unë ata, nuk e heq ti. Ti do ma thuash mua, ata heq apo jo? Sepse nuk i ka ndodhur më parë kjo histori. Sajmir Tahiri, Ilir Beqaj, Erion Veliaj, këtë duash ti, më thuaj mua, këtë duash ti nga këta që janë sot në dyert e drejtësisë, i ka shkarkuar ky, i ka larguar ky dhe pastaj i ka lëshuar drejtësinë që ti çajnë këta. Po, kjo është e vërtet. Në asnjë rast në të kundërt nuk ka ndodhur. Urdhëro ke dy raste që ai nuk ka s'ka dashur t'ia di fare për gjykatën kushtetuese. Rasti Olta Xhaçka është rasti më unikal. Rasti Belinda Balluku është rastet më unikale, që kurdo që ky të mbrojë, nuk ka perëndi, jo gjykatë kushtetuese, po le të vi gjykimin e popullit. Argumenti që ndron. E dyta, ky është i para nga shumë argument. Ramën si narcisist të sëmur. Pra del para pasyrës dhe thotë, po nuk ka shanse më të vi Denisi të thotë mua shkarkova tjetër. Unë mund ta shkarkoj, po ta shkarkoj ju dua unë, jetë ma thotë Denisi. Si them unë, po i them. E dyta, ta thash edhe një herë tjetër, nuk është Belinda Balluku, është Edi Rama. Nuk mundet domethënë që ti të harxhosh miliarda të buxhetit të Republikës së Shqipërisë, miliarda. Po flas o zotëri nderuar. Po shikoja çfarë Unaza e madhe e Tiranës, 27 kilometra, ka qenë e tenderuar për 290 milion euro në 7 lote. 290 milion euro. Red deri tani s'ka mbaruar, ka shkuar 450 milion euro. S'ka mbaruar sepse kanë nxjerrë një tender tjetër tani, 650.000 euro për sinjalistikën. Më kupton se ku jemi më burri dhe ti tani mendon domethënë që Belinda Balluku i ka bërë të gjithë këto tenderat këtu në Shqipëri pa i thënë fare mëkëmësit? Ka shanse që të ndodhin kjo? Për ta përforcuar argumentin tënd? Shiko, unë për vete, as i hy fare kësaj analize, sepse unë e kam thënë edhe këtu në këtë emision dhe përpara, që në përgjithësi ne kemi ardhur një realitet që nuk kemi më drejtues politik dhe aq më pak institucional në qeverisje, të cilët vinë nga një sistem karriere meritokratik. Pra, sigurisht që edhe bufi e kupton që Belinda Ballukja nuk ekziston. Nuk ekziston. Është hije, është asgjë, është zero. Është një gjë e krijuar nga kashta dhe është shitur si flori. Po. Nuk ekziston, pra që është Edi Rama pas saj. Kjo nuk diskutohet fare. Patër, pse ma hidh poshtë tezën që Edi Rama nuk do ta mbrojë deri në fund? Ka ndryshuar konteksti pra, sepse shikon. Unë nuk e besoj këtë, më fal, vazhdo bëj debati pastaj. Me vetëm një sekondë, se di ku do dalësh. Unë nuk e besoj këtë tezën që këtu do ngrihen amerikanët dhe europianët, po sidomos europianët, se për amerikanët edhe ç'është mund ta besojnë çikës. Mirë. Se ata janë sherifët e botës, po që do ngrihen këta europianët edhe do i vinë dhe do ja fusin këmbën në kputuc Edi Ramës. Ata nuk i futën dot këmbën në kputuc Lulit do burr. 2017 i erdhi me një dosje McAllister, që ishte një nga propozime më të mira të mundshme dhe ata pranuan propozimin tjetër që ishte 3 herë më i keq se ai pari. Luli kishte kputuc burrë prandaj. Dhe as Lulit. Tani ti mendon domethënë që do vinë këta nga Europa dhe do ja bëjnë 8-2 Ramës për këtë gjë? Ta nuk e besoj. Ma leo të ta them çfarë ka ndryshuar konteksti. Ka ndryshuar fakti që politika shqiptare vuri një bazë shumë të madh që zgjedhjet presidenciale në Shtetet Bashkuara të Amerikës do të dobësonin drejtësinë. Edhe madje për të qenë i sinqert dhe i vërtet si gjithmonë dhe deri në fund, edhe unë vetë kam patur një merak dhe kam patur një shqetësim serioz që Shtetet Bashkuara të Amerikës edhe mund të ndryshonin qëndrimin. Por unë e kam thënë dhe në emisionin e Denisit, e kam thënë edhe tek ky që për natyrën transaksionale që ka presidenti Trump, ai nuk ka si t'i heqi
një fuqi negocimi, një armë vetvetes, kur ai mund të vendosë nëpërmjet drejtësisë nën zap të gjithë interesat politikë. Apo e kam thënë. Dhe unë mendova me imagjinatën time asë kohë, pa informacion, që do të vinë një moment stopimi, pra reflektimi dhe pastaj Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të riktheheshin përsëri tek e njëjta makineri politike dhe institucionale që ata po përdorin për të komunikuar me politikën shqiptare. Ky ndryshim ka qenë kaq i fortë, kaq i bet dhe i ka zënë të papërgatitur sepse fakti që politika shqiptare u investua e gjitha për lobbying multimilioner e herëherë edhe miliardar në të gjitha nivelet për të komunikuar me Washingtonin, tregojnë që ata ishin pothuajse të bindur 100% që drejtësia do të stopohej. Dalja e tyre në nivelin e tejkalimit të spaku dhe drejtësisë politikisht dhe me lobingje financiare dhe mekanizma financiare, bëri që ata humbën edhe kontrollin mbi mekanizmat dhe mbi mënyrën se si komunikonte politika nën dhe me spakun. Dhe ja një argument shtesë që po ta jap tani avokat, besoj që nuk mund të kaloje pa vënë re fakti që sekretari i përgjithshëm i Këshillit Ministrave, pra i qeverisë, ka dhënë dorëheqjen. Shefja e kabinetit e kryeministit ka dhënë dorëheqjen. Por mos harro që këta janë dy njerëz që në 13 vite pushtet dhe qeverisje të Edi Ramës, këta kanë qenë arkitektura e çdo lidhjeje të nëndeshme, e çdo komunikime dhe çdo mesazhi të nëndeshëm që kryeministri e jepte për çdo. Po nuk filmosnin këta. Nuk ka rëndësi, nuk ka rëndësi. Ka shumë rëndësi. Jo, prit pak një sekond, të lutem, më dëgjoj me vëmendje se po them tjetër gjë. Po them, këta ishin njerëzit që ishin kumti i kryeministrit edhe pa folur. Nuk kishte çështje firme, nuk po flas për firma, unë po të flas për atë që quhet bota e nëndeshme e komunikimeve dhe e kumteve dhe me drejtësinë. Momentin që Edi Rama sot është detyruar që të operojë pa këto le themi shtyllat forta të kumtit të pushtetit nëndhe, do të thotë që ai tani është në një nivel krejt të ri. Ti po të mundosh ta dobësosh Ramën, po të themi Jo, nuk po e dobësoj Ramën, Rama është i dobët vet tani. Po, okay. Ma dëgjoj. Në rregull. Po mirë, dakord, ma lër ta besoj unë. Unë besoj, unë Ramën e di si e shikoj Ramën. Rama ka vetëm një shtyllë tani. Si gjazhin e vend 67. Do argumentim. Rama ka vetëm një shtyllë tani. Vetëm një shtyllë që ka Edi Rama sot është i qofshim fal profesor doktor Sali Berishës. Ky është këtë debat dhe ata e ka... Ky është debati, more. O, Argaldin, tani dhe atë që thua ti ai ka pjell vetë, ma i ka bërë vetë atë si histori. Por më njëja si merito, burra. Edi Rama sot, dëgjoj pak, të lutem. Edi Rama sot u përpoq të përdorte të gjithë operacionin e bordit paqes si triumfalizëm personal. Dhe këtë e bëri sepse ai donte që t'u tregonte, t'u dëshmonte të gjithë atyre që janë elementët ndërkombëtar pas spakut dhe pas drejtësisë re se ai është mbi palet, pra ai shkon shumë lart. Por nuk i funksionoi. Pse nuk i funksionoi? Sepse përtej fotos në grup që ai pati, ai nuk kishte bisedë, pra nuk kishte agent. Ishte Vjosa Osmani tek Marco Rubio. Marrëdhëniet mes shteteve janë kur kryetari i shtetit, kryetari i delegacionit, ka dhe një takim me një nga drejtuesit e shtetit ku ka shkuar apo jo. Pra një takim që ka një agent. Ka një diskutim, ka një debat. Pra ai nuk pati një vazhdimsi në këtë debat. Dhe unë për vete e shoh këtë gjë si momentin që politika shqiptare është për herë të parë në historinë e këtyre 36 viteve në det të hapur. Okay. Kaq. Edhe Rama, edhe Berisha së bashku. Edhe veçanërisht. A ka kryer imuniteti dhe ndërkohë kthehemi tek konteksti që parashtroja. Dëgjova të dy opinionet, mendoj diku në mes, pra unë mendoj që Rama akoma po nuk e ka vendosur, sepse ai është që vendos, nuk vendos as Taulant Balla, as Ulsi Manja, dhe do të konsumojë sërish kohë. Pse e them? Sepse po të ishte qartë që të ta kishte vendosur, ta thoshte sot, s'ka arsye tani, zvarit. Nga ana tjetër, fakti që e lë të hapur në seancë plenare nuk e mbyll idenë, është hedhur një si tezë ajo që i pezullimi është i mjaftueshëm, po unë mendoj që akoma vendimarrja politike e Partisë Socialiste nuk është vendosur. Fakt është që
Në qoftë se shkohet në votim, këtu jam më shumë afër Arianit, është e vështirë pastaj të votosh kundër. Pra ti, Rama mund të bënde sforcën e madhe duke e zvarritur përtej 16 marsit, e cila në një farë mënyrë rrëzonte kërkesën e SPAK-ut, po fakti që po shkon në seancë plenare, logjika të çon tek deduksioni që do shkoj me një vot pro. Sepse një vot kundër do ishte jo vetëm përblasje, po do ishte edhe kosto e brendshme. Do t'i binte. Ja ku e kemo Denis rastin më të çmirë. Më ta çoj deri në fund. Thjesht për të ndihmu debatin ishte. Rastin e zotit Sajmir Tahiri. Nuk është njësoj, është tjetër tjetër gjë. Pra sot kemi në një sepse Xhaçka, Tahiri, gjitha këto, më fal Denis. Janë raste të një konteksti tjetër. Në rregull. Kur SPAK-u nuk kishte akoma muskuj. Po. Okej. Tani unë e shoh në volim qendrimin e Ramës. Nga një qendrim ku ai tha nuk kemi urgjencë për këtë çështje, tek seanca plenare me vot. Sot ne ky ishte lajmi që do ketë vot. Okej. Dhe në votur mendoj tani do ishte kosto e madhe në dy drejtime për Ramën, jo për PS-n, po për Ramën. E para në raport me ndërkombëtar dhe e dyta në raport me si thua popullin, domthon qytetarët shqiptar mos e ne anashkalojmë, sepse kjo do ishte si thua të bie ajo që quhet karta morale në raport me luftën e korrupsionit. Ajo biseda që bëm herën e kaluar, ajo përplasja, biseda, debati që patëm të dy bashkë. Por ama duhet të theksuar merita e Ramës që fitoi kohë. Atë e arriti. Prandaj unë them që ai është i vetmi lojtar politik që ai nuk fiton dot kohë pa doktorin. Po. Doktori është si thua është shoqëruesi i tij. Po, ai është i vetmi lojtar politik që ka në dorë, në bindjen time, fatin politik të tij. Asnjë tjetër nuk e ka në dorë fatin politik të Ramës. Nuk prisja të thoshe të kundërtën në Denis, sepse është analist tani. Nëse do të bëjmë gallat, po bëj gallat, po desa të stres në debat. Një pyetje kam unë dhe pastaj vazhdojmë. Në rast se neve shkojmë në votim për ta prapë përforcuar argumentin e Denisit. Votimi është jo shumica e Partisë Socialiste. Votimi është vullneti politik i Ramës, se nuk ka sot ndërkombëtar dhe shqiptar që mendon se aty do votohet në mënyrë të lirë. Okej. Ti mendon se Edi Rama është i gatshëm ta marrë përgjegjësinë direkte të mosvotimit të lejes për të hequr imunitetin dhe të përballet me ndërkombëtarët pa përballë ai dhe amerikanët, ai ka bërë ai këtë. Okej. E ka bërë. E bëri përpara një javë kur ishte me Gonzaton aty dhe i tha Gonzato tha ka ca si puna jote tha po ka dhe ca mbi ty o burr po. Okej. Kështu që një. Por kur vajti ke Trumpi, çfarë tha? Trudem takoj çik Vjosën i tha se është kemi ardhur bashkë ta nuk jam vetëm i tha. Unë besoj në dy gjëra shumë të rëndësishme. E para unë besoj domethënë që Edi Rama nuk ka për ta dhënë mandatin e zonjës Balluku për 1001 arsye që ti rendita pak më përpara. Debatin që bëja herën e kaluar me Denisin qëndronte sa politik dhe juridik. Dhe juridik të thash, në qoftë se GKK-ja nuk u shpreh në raport me pezullimin e masës për zonjën Balluku në momenti kur nuk ishte shprehur akoma gjykata kushtetuese, e mbani mend, që shprehu vetëm për pjesën e heqjes pasaportës, por jo për pjesën e dytë. Tani përpara 16 marsit, mbaje shënim, kur do mbyllet kjo histori, në qoftë se do shkoj deri në 16 mars, mund të shkoj deri në 10, mund të shkoj deri në 5 mars, nuk e di se kur mund ta çoj në seancë plenare. Votimi është në datë 5. Nuk e di, nuk është saktuar. Do bëhen raportet, do bëhen raportin e pastaj kalojnë seancë. Në grupit, supozojmë me mbledhjen e grupit që është dita e hënë, pra i bie ose seancën e njëjtë ose ne vetëm amendsojmë, po ne nuk e dimë. Po shkojmë tek kjo. Pra datë 16. Okej. Ne deri në datën 16 mars, unë po të them domethënë që mund të ketë një seancë të GKK-s apelit, i cili do duhet të shprehet në raport me kërkesën e zonjës Balluku për pezullimin, për atë pjesën që nuk në rasti konkret, duke marrë shkas nga vendimi i gjykatës, ku e dimë ne që GKK-ja të thotë tani kjo histori nuk mban më, pra ja heq të drejtën e pezullimit fare. Sepse nuk është shpreh, vërtet është shpreh gjykata kushtetuese, por nuk është bardhur si vendim.
Po s'ka lidhje kërkesa e Ka shumë lidhje sepse këto do ta Dhe ku po shkon kjo avokat? sepse këtë ka për ta përdorur maxoranca edhe topa në duart e një xhongler për të po pra, Jo, sepse do shkojnë në parlament dhe do thotë ju urdhëro dhe gjykata apeli të shpreh Zonjës Balluku. Por ne do ja japim imunitetin. Po unë uroj të jetë kështu, më por thashë një. Por ka ikur imuniteti. Dakor. Unë më them që është kështu. Prodhonte politikisht. Unë mendoj te kjo histori që ata nuk kanë për t'ia dhënë Zonjës Balluku, nuk kanë për t'ia dhënë hiqjen e imunitetit dhe spaku jo më larg se sa fundi i marsit do shkojmë me kërkesë të re, se kjo histori nuk mbyllet më ret. Po çfarë do fitonte maxoranca? Maxoranca kohën do bëj shantazhin e vet, do bëj atë që të thash më përpara, do ta heq unë atë kur dua unë, jo ku ma thua ti. Mirë, Reku, po është kosto e madhe kjo. Ore, kosto është për ty e për mua, e para ta. Unë do të bëj një parashikim. Kosto me kë? Unë do të bëj një parashikim. Sepse ti para pak the që këtu jemi 98% kundër 2%-sit. Në parlament. A është kjo? Ma leo të bëj një parashikim të rrezikshëm. Dakor, unë i paranoj më të gjitha, po. Të lutem, ma leo nëse dakor, s'ka asnjë lloj problemi. Unë po të them këtë gjë që gjithë shqetësimi që ka Edi Rama dhe Sali Berisha është që të miratohen jashtë vëmendjes maksimale, pra jashtë përqendrimit maksimal të ndërkombëtarëve, çdo ndryshim që ata kanë dakordsuar me grupin e Këshillit Politik, pra Gaz Bardhi, Ebeli Bashi, Damian Gjiknuri, për kodin zgjedhor dhe për reformën territoriale. Nuk do tha ajo. Do bëhet dhe do ta shohësh. Jo, nuk do tha ajo që të kaloj kështu si mendojnë ti edhe si mendojnë ata. Po tani duro, tani mund ta bëj parashikimin. Parashikimi Vjen dakord, vetëm ti do bësh një ditë emisione. Po bien dakord. Jo, vetëm faktori ndërkombëtar. Jam dakord, po vetëm ti do bësh një ditë emisione po them. Po faktori ndërkombëtar nuk kundërshton kur bien dakord dy palët. Të ta shpjegoj pak logjikën. Ore, tani të thashë një tjetër faktori ndërkombëtar. Ore këtu nuk jam dakord. Ore jam dakord me ju, mo. Jam dakord me ju. Këta të dy ngrihen nesër dhe thonë ne do ta shpallim monarki këtë vend. Po jo, po jo, ty nuk po. Si jo? Po tani ti këtë po më thua. Po jo pra. Më lejo pak logjikën. Ke parashikimi rrezikshëm Marian. Unë mendoj dhe prapë i qëndroj të njëjtit mendim që Sali Berisha dhe Edi Rama kanë rënë dakord që duhet ndryshojnë pik për pik, siç kanë deklaruar krerët e Partisë Socialiste, kodin elektoral, pra do bëhet siç ka thënë PS-ja, por faktikisht është dakordsim edhe me Berishën, por klima politike, pra e revolucionit që e rrezon Ramën një herë në javë, klima politike e Skënderbeut që vjen nga malet, pra doktorit, dhe Vrana Kondit që rike kryeministria me e bëre pyetjen e gjatë se desha do të ngacmoj. Po vazhdo mbylla. Jo. Pra kjo strategji është vetëm që mos të shikohet dakordsimi që do votohet me 86 votat e Edi Ramës, edhe me një deputet që do lëvizi edhe ndryshimi elektoral, i kodit elektoral dhe ndryshimi i reformës territoriale, dhe sigurisht që ata do e shpallin se ndryshim të njëanshëm e bla bla bla, por e vetëm mënyrë që ndërkombëtarët t'ia pranojnë Ramës votën e njëanshme është të ketë një konflikt të hapur. Edhe çështja Balluku do të jetë një çështje e cila do përdoret maksimalisht për konfliktin e hapur, pra rezistenca që është duke bërë Rama tani është pikërisht për t'i dhënë casus belli opozitës, sepse opozita është të ditë sa më të zeza. Po nuk është nuk po din ta ndezi. Po më mund të parashikimin. Ta bëjmë të thjeshtur për shqiptarët. E di si folet tani ti. Për 5% të këtyre që jetojnë në Shqipëri. Po s'ka problem. Po më veç atë mund tani do ta shoja. Për 5 ta ngrita goxha star. Atë audiencë pas kam hapur pak. E marrin të mirëqen ato që thoni ju të dy. Pra që hiqet imuniteti. Okay. Po s'kan atë fare atë çështje. Po prit të pyetjet. Përpyet dhe pastaj më jepni idenë tuaj. Çfarë ndodh më pas? Ja hoqin imunitetin. Po miratuan kodin. Juve mendoni që Bernida Balluku do shkojnë në arrest shtëpia apo në arrest me burg? Kjo është pyetja. Ja do japun përgjigjen, pra se unë prandaj qëndrova tek parashikimi rrezikshëm. Miratimi i kodit zgjedhor dhe i reformës territoriale mbyll përfundimisht Shqipëri çështjen e bipolarizmit. Dhe jo thjesht Rama dhe Berisha garantojnë vazhdimsinë, por grupet e interesit dhe grupet politike pas tyre në skenë dhe në prapaskenë garantojnë vazhdimsinë. Po nuk ka lidhje më po të pyes për Belinda Ballukun. Po lere ma ka kryer punën, s'po merr fare, unë e quaj tigur atë. Mi më quaj tigur, ju po të nja hoqën. Ajo është, shiko, ajo është
Dëgjoj pak. O Galdini, po si më jepi përgjigje për ti mos u hidh fare. Ja t'ja bëj Po do të thoya është mbretëresha që do Po nuk ka lidhje me do bëhet shashe, nuk është as mbretëresha. Po them që nuk ka për Po s'është është ushtar o burru. O zotri, është shumë e rëndësishme, po është shumë e rëndësishme sepse rasti analog Tahiri Baluku ka një ndryshim shumë të madh thelbësor. Sepse Tahiri aso kohë e pranoi vetë, më tha, krimeve të rënda aso kohë, po metoni po. E jap vetë dorëheqjen, metoni dhe pranoi duke dhënë dorëheqje nuk shkoi në arrest me burg gjatë masës siguri personal. Po tani sepse ka dile opozitës po ngjit, nuk po ngjit. Po pra duro. Nxjerr Gavroshin Berisha ka qenë 8 dhjetor, rri Gavroshi aty për të ngrohur sheshin. Po lehe më mos nga Po ka dal vet, nuk po ngjit. Galdini mos nga po lehe se nuk është çështja Saliu tani këtu tani unë po flas për një gjë tjetër, unë po të bëja pyetje, o Denis ma kthe ti përgjigje. Po nuk e ndesi sa. Bare ja hoqin imunitetin. Çfarë ndodh me Belinda Ballukun? Vazhdon procedurën që do. Po të pyes, apo çfarë kërkuan heqjen e imunitetit? Do vinë kalama tjetër për të Ballukun. Jo, o Denis. Avokat, Spaku ka kërkuar në Këshillin e Mandatit. Shkon çështja në gjykatë valla. Prit o Denis, çfarë fut kot o burr tani? Do i në burg ajo. Mos do të rri edhe një do arrestohet. O më ta zdo asnjë këtë përgjigje. Ore para e kupton? Nëse i keni atëre. Spaku, dëgjoni një sekond tani mos bëni kot grinjari. Dëgjoj. Spaku ka shkuar në Këshillin e Mandateve dhe në parlament për heqjen e imunitetit me qëllim arrestimin. Ka shkuar me qëllim arrestimin. Arrest shtëpia, arrest me burg, kjo është tjetër histori. Me qëllim arrestimin. Ja hoqën po them imunitetin. Çfarë beson ti? Kjo ishte pyetja. Kjo s'ka ndonjë gjë mund për të thonë o zotëri. Spaku me kërkesë arresti shkon gjykat. Çka ka këtu? Po të arrestohet, të po them. Po vendos gjykata pastaj. Ju besoni këtë? Ore jam i bindur. Tani në rregull. Kjo është tjetër çështje. Eftoj Redit, na ftoi dini do arrestohet Belinda Ballukun. Arjan, nëse arrestohet dhe unë po i shkoj narrativës që ti po parashtron prej fillimit. Edhe jo vetëm Belinda. Nëse arrestohet, edhe jo vetëm Belinda. I bie që Rama ka filluar unë kam bërë parashikim. Bariera ti është ore bariera kjo është sepse ai është i trembur se mund të bëhet kryeministri i parë që mund të arrestohet O Galdini. Gjithë lufta për të ngritur barierat. Po nuk do këtu më çapo thua domethënë tani do arrestoka Rama, do arrestoka dhe Berisha dhe këtu ta bëj shesh këtu tani. E kupton për flasim. Dëgjoj pak, në një kështjell politike, ai po ngret të gjithë vendrojet e mundshme, gjithë barierat e mundshme, gjithë hendegjet e mundshme që mos të guxoj askush nga drejtësia të mbërrit tek ai me shpejtësi. Cila drejtësi o Galdini? Ja pra kjo. Cila? Kjo që po kalon pragun. O Galdini. Rri këtu, rri. Atë tregoj një rast për këtë. Por është shumë larg, po s'kam kotri këtu. Jo. Ti ke shkuar në Hënore, por nuk të ndjek njëri nga pasat i ku ke shkuar. S'ka gjë. Po pra, me imagjinatjet e Hënë aty. Po në 2019 turizëm politik taleshin me mua, tani përdorin gjithë. Tani në rregull jemi aty. Kur thoja unë, shiko, unë jam anti-protesta, pa protestë bëhet tani gjithë, pas bëhet gjë me protestën tani, ka ndret gjithë. Duhet të dish që përpara 3-4 ditësh një personazh i Partisë Socialiste doli nga burgu, mbaroi dënimin. Po. Duro. Kjo drejtësia, kjo Spaku e hetoi dhe akuzoi për 3 vepra penale. Shumatorjave të cilave shkonte 17 vite burg. 17 vite, shumatorja thashë? Po. Okej. Teorikisht me 17 vite burg, Spaku do kishte shkuar minimalisht me 7 vite burg kërkesë në gjykat për personin fjalë. Minimalisht 7 për 3 vepra penale. A e di se sa vite burg kërkoi Spaku, o i dashur Galdin? 3. Me gjykim të shkurtuar i shkoi 1.8, doli nga burgu dhe nuk i gjem. Kjo është drejtësia, ky është ai Spaku dhe ti po më thua mua që kjo drejtësia dhe ky Spaku do shko ka te Edi Rama. Tani mos butulis ka shumë burrë. Do të jap një përgjigje që do të duket shumë e pa kuptim, po ma dëgjoj dhe do ma kuptosh mbas. Ore ta dash rast konkret mo. Mi predhon po të jap një përgjigje. Më konkret se kaq, më nuk di çfarë të them. Dhe mos harro, prit se këtu ka thagmë më, këtu është çmenduri. I mban mend ti këto Debora Keçi, çai ishin këto zëre, dhe i mban mend të gjitha këto ti po. Ma dëgjoj këtë përgjigje. Këto janë jo të çuditshëm, do ta marrë. Këto janë të çuditshëm fare. Sepse jo vetëm domethënë që s'bën një ditë burg, dalin nga burgu direkt, por i bëjnë kashillik këtij populli, sepse nxirrin dhe foto në Facebook, Dubai, Kazakistan, Maldive ku janë. Pra, kjo është një tallje, jo ndaj teje dhe meje mo. Po ndaj Spaku në atë konkrete drejtësisë, o zotri, për këtë drejtësi që po thua ti. Prit pak tani.
Vazhdo, kjo drejtësia do shkoj të fuzim Ramën në burg. Po t'jap përgjigje të kodifikuar. Dëgjoj pak. Për sa kohë ti ushqen makinerin me barin jeshil të vendit, qoftë edhe të Lazaratit, je në rregull edhe të falin. Po kalove tek buka e bariut, që hap shumë furra buke po shet vetëm miellin dhe po hyrë në të lloj biznesi, je duke në bukën e bariut dhe do e hash kaq. Okej. Në rregull. Denis, ndërkohë nuk e di nëse ke një koment për këtë bariun jo, s'kisha koment. Këtë ja lë. Me këtë merret po ajo që është për të thënë është që se unë Partia Socialiste ta thash, unë Rama për mua, domethënë fakti që shtyrja nuk arriti në përmasat e asaj që ta rrëzonte kërkesën, do të thotë që do kemi një realitet të ri të qëndrimit të Ramës. Pastaj kalkulimet, unë nuk jam këtu e kundërshtoj Arianin në një pikë që për mua lojtari kryesor është Rama. Dhe çdo kalkulim që bëhet me të, pra nuk bëhet pa të. Pastaj të tjerët janë aktor të dorës 2, 3, 4, 5, po aktori kryesor është ai që në një farë mënyrë bashkë me Berishën, pra Berisha është Berisha ka vite që ka humbur ato që ka qenë, si thua, kontraparti i Ramës, është në varësinë e Ramës. Pra çdo lëvizje politike në Shqipëri ka autor kryesor se qendra bërthama është Rama, të tjerët pastaj dhe më afër nga gjithë është Berisha, në kuptimin e lëvizjes. Shiko pak foton si duken këta. Këta duhen si dashuria në kohën e kolerës. Fermina Dasa dhe Juvenil Urbino. Këto pastaj janë metafora. Këto dashuria në kohën e kolerës. Denis, kalojmë pak tek po do kalosh opozita. Aty ku ka qef Denizin tepër. Aty pastaj pam protestën, është parajmëruar një protestë tjetër, ndërkohë Partia Demokratike duket sikur ka përcaktuar një kalendar protestash që nuk do ndalen. Po, kalendar protestash dhe kalendar negociatash janë në vija paralele, pra do bëhet Luciano Boxhi një ditë i vërsulet parlamentit, të nesër shkon te Komisioni i Reformës Territoriale. Që do të thotë është e lexueshme. Pra këto nuk janë protesta se tani mos ta gënjejmë qytetarin. Këto janë kësaj herë tha Berisha do jetë krejt ndryshe. Po, e do rrezojmë prapë. Do jetë historike. Më lër t'i themi aty gjëra që besoj njerëzit të paktën se mund të ketë ndonjë naiv që shkon aty për ashtu. Paktën të shkojnë ata që janë të komanduar për të shkuar, jo të mund të shkojnë njerëzit e pa ditur në kuptimin se çfarë do ndodhi. Pra këto janë me telekomand. Dihet kush do t'i hedhi ato shashkat, dihet cili është qëllimi. Por një minutë tani. Këtu s'kemi qytetar. Jo këtu, të lutem. Tani këto është ose po bëj pyetje nëse çfarë duhet bëj opozita? Opozita po sensibilizon tani e kupton dhe më thua bëju serioz, pas ka mundësi valla. Jo, çfarë duhet bëj opozita tjetër? Kaq kam opozita në rregull është po. Opozita është në rregull. Nuk ka çfarë të bëjmë më shumë se këtë që po bën. Po çfarë i kërkojnë të bëjë opozita? Duhet të ngrojë pra qeverisë zjarrin nga poshtë. Se ka domethënë shoh që ka një nxitje ndaj opozitës për shkuar te dhuna e te përplasjet me për hir të vërtetës nuk i kërkon asnjëri opozitës të bëjë dhunë. Pse u jep mundësinë atyre që shikojnë ta elaborojnë duke lëshuar tezat e kafenesmën për pse u jep duke lëshuar molotov e fishek zjarre, po nuk është thelbi ja çfarë ndodhi me ato 3 orë që e erdhën dhe nuk e kuptoj domethënë pse shkojnë te zyra e Niko Peleshit gjithmonë, se tani kanë shkuar, po tani shkojnë edhe afër xhamis, tani edhe aty është një nonsens i madh. Pra kjo s'është protestë, kjo është lëvizje politike e Partisë Demokratike, e kalkuluar me drejtë për të arritur çfarë? Për të arritur ato që ka ndërmend që për ne nuk e dim, por që ka ndërmend Rama me Berishën. Pra këtu kemi e ke vënë sa që bëj një opozit kur një mazhorancë përballë faktit që zëvendës kryeministri e saj është e kapur, domethënë në korrupsion dhe kjo e thënë nga deklaratat e opozitës. Opozita e kapi atë. Nuk e dorëzon atë. E kapi spaku, se ka kapur opozita. Dakord, po ndërkohë mbrojtja politike e Ramës deri tani duhet thënë ka qenë
Po dakor, pra, po ne po flasim për politikë. Tani ti e ke bërë misionin tënd, ke denoncuar, çështja është në akuzë, ti s'ke punë më të merresh me zonën Ballukun kuptimin e bërit politik. Ti do bësh politik. Po është presioni i opozitës që po... Po jo, s'është presioni i opozitës, tani këtu pastaj edhe Nardi që është shumë opozitar, nuk e beson këtë që është presioni i opozitës që Balluku po përballet me drejtsinë. Ai është presioni tjetër kujt, po presioni kujt? Po, në rastin konkret. Në këtë rast duket që është presioni ndërkombëtarëve dhe në raport me votën parlament ishin ndërkombëtarët që i thanë Ramës këtë çështje duhet ta sqarojë parlamenti. Besoj jam i korrekt këtu. Ishte Komisioni Evropian i tha këtë çështje e sqaron vetëm parlamenti. Pas deklaratës së Ramës që nuk kemi urgjencë, erdhi me një reagim i Komisionit Evropian, këto duhet ta çosh parlament zotëri si çështje. Pra këtu gjërat janë të lexueshme. Opozita është Berisha do të zgjasi pushtetin e tij në Partinë Demokratike për vite të tëra. Le ta bëj. Thjesht ndihmon kryeministrin të ketë alibin e tij. Kjo është e gjitha. Avokati ka kërkuar fjalën. Avokat, po. Do ta bëj shumë serioz. Po serioz është. Më dëgjoj me kujdes. Vetëm seriozisht, lutem. Ja, e kam si që ishte. Më dëgjoni një sekond, lutem. Drejtësia, ajo të cilën Edi Rama ka vit... se keme 3 numra. Ka 10 vjet që thot, këte e kam bërë unë. Është një nga institucionet, kushtot të më thënë që e ka reformuar, është rregulluar, më the thash, gjepurat të kësaj gjëje, po të them domethënë që është më keq se çka qenë. Kush të doj, le të vi me mua, ja bëj peligrinazh, kur të doj në përgjithësi. Për këtë drejtësi po flet tani. Drejtësia në total. Për drejtësinë për qytetarin. Ne po flasim për Spakun. Ti merru me gjëra të ndryshme, do merrem me tashmë. Do merrem me këtë të votë. Po jo, mos u merr me këtë tani. Po, ta ka mundsi. Po sepse elaboroi po shkruaj te opozita. A ti do shkoj po ti s'të lë rehat. Ti doni ti them kështu me karikatorë o burr tani. Dakor. Të thash drejtësia për qytetarin, jo për oligark apo agallarët. Për atë nuk po merrem, u merr rotime ata. Për kjo, janë 120.130.130.000 dosje. Rregull, që s'marrin fare zgjidhje. E ka bërë Edi Rama këtë drejtësinë. Shpopullimi, e dim shumë mirë se çka ka ndodhur. Korrupsioni, se ti nëse ke nga 57 bashki të Edi Ramës sot, të 57-a në SPAK, këtu s'ka ngel më çfarë të bësh për korrupsion më. Është në gjenezë. Në çdo qelizë të shtetit, qendror apo vendor, korruptim total. Rrugët shkon do të mprenjë sot o burr. Ne prapë te rrugë dole tani. Jo, po se s'ka faj. Sot për të më shku në mprenja dhe më vjen edhe çudi me këto media të këtyre se thon rruga Librash po Gradec. Ora e ka presin mes më. Është prenja si mes. O qytet ai. Je ankuar shumë se bashkia. Pse është bashku gjykata apelit Tiranë. Duroma leta vazhdon. Ka gjetë zgjidhjen. Ta varoj. Tani i thon ka dal zgjidhja, thot këtë trailerat i bien nga Shkupi e dalin në Maqedoninë në Dibër. Kurse këta të tjerë të bien nga Kakavia. Pra e kuptoni, nuk ka një rrugë një rrugë që t'jetë bërë nga 2013 dhe këte dhe të mos ke shkuar ati ku nuk e thaj, tha dore Zotit. Dore Zotit këtyre ka. Jo, është verdikt hynor. Ashtu pra. Pra janë 1.100 gjëra për të cilat në çfarë do lloj vend në shtetin e kartonit, këtu do duhet ishte ngritur i madh dhe i vogël dhe ta kishte rrëzuar këtë Edi Rama. Se nuk ngrihet avokat. Sepse në krahun tjetër ke siamezin kopje negative të Edi Ramës. Që e kanë votuar demokratët. Duro, le ta votojnë demokratët, oredi. Në qoftë se në një shtëpi kandidon vetëm ai kryefamiljari dhe nuk lejon njëri tjetër, ku do votojnë ata? Ora një shtëpi me 10 antar. Do kandidohet vetëm kryefamiljari. Kush do votohet? Kush do votohet më? Tani se mos u tallemi, i themi domethënë prap kjo histori. Nuk e voton më njeri Sali Berishën si kryeministër të këtij vendi. Nuk ka asnjë lloj mënyre që ti të kesh një lloj qasje ndryshe në raport me vazhdimsinë, po them unë, të politikës apo dhe të parlamentarizmin në këtë vend, në rast se në njërin ka ke Edi Ramën, në krahun tjetër ke Sali Berishën. Është një lloj si kundër
të shikosh një person në këmbë, i bën bashkë të lutem, më lër kur një person në dy këmbë, si puna jon, në qoftë se ti ja pret njërin këmbë, ai thjesht do bëhet invalid. Po nuk bën dot të njëjtën punë siç e ka bërë më përpara. Dhe në rastin konkret, o duhet ikin të dy dhe të këtu të ketë një lloj. Po ikin me votë më avokat. Po me votë po flas dhe unë, po nëse e kanë zënë vendin këta dhe kandidojnë vetëm këta të dy, nuk ka votë më oret. Do të thotë që Tu ka marrë fund, pra, kjo është ky personi që po të them unë që rrim dy këmbë dhe njëra këmbë është Rana, tjetër këmbë është Sali Berisha. Tani ose ikën të dy dhe këtu fillon e bëhet një gjë nga e para në këtë vend, ose ndryshe ti duhet i presësh minimalisht njërën këmbë dikujt që të bëhet invalidi, them unë. Por Rama, dhe në rastin konkret dhe pastaj me zgjedhje zotëri. Vazhdon akoma. Berisha është aty. Atë është që ta bëj çefi të dyja dhe të vazhdojnë këta historinë. Jo, tani te njëjta është kryeministër. Për Denisin, po edhe për mua po të doni, se unë besoj këtë që besoj, pavarësisht se çfarë dua. Çfarë dua është një gjë. Çfarë besoj tani, duke parë këta të dy, unë e kam të fiksuar në mendjen time. Edi Rama në 2041 ikën nga pushteti. 2041. Që do thotë do ketë opozitë. Dhe në deri në 2041 neve do ta kemi përcjell në atë botë edhe Sali Berishën. Besoj unë. Biologjikisht po flas. Ideja është pse i bëni bashkë. Sepse janë të dy bashkë, mëret. Janë të dy bashkë sepse të thash në një shtet të tillë, me korrupsion, me rrugë, me drejtësi, me shpopullim, me kaq shumë të zeza, nuk ka mundësi që sot mos dërgjeshin rrugëve të gjithë shqiptarët. Por nuk mund del shqiptari aty të votojë dhe njëherë një person i cili është nën grada. Çfarë duhet? Po, është nën grada vazhdoi. Është nën grada. Është njëri që është sot për sot, pa çka se si e shikojmë neve, ka një problem me drejtësinë, o zotëri nderuar. Pavarësisht se si e shikojmë ne. Dhe fundit fare, o zotëri ka 35 vjet aty më. Çfarë duhet bëj avokat Sali Berisha se janë dhe Partinë Demokratike? Duhet të mos kandidojë më për kryetar Partisë Demokratike, të lejoj një garë të besueshme në elektoratin e Partisë Demokratike dhe përpara se të lejohet kjo gara, duhet të kishin filluar dje që të regjistronin antarët votues të Partisë Demokratike. Kush voton aty më zotëri nderuar? Të mos na dalin si aty në Shkodër që gojet e liga thonë që kanë për të votuar dhe ata të Partisë Socialiste për atë kryetarin e PD-s-së që do dalin. Arjan, si e shikon situatën në Partinë Demokratike, ku mendon është ai burimi, shkaku i pafuqisë së opozitës për të mbledhur dhe për të mbushur sheshin me qytetarë në mënyrë që protesta, se nuk ka nevojë të jetë e dhunshme, protesta të jetë masive? Shiko, e pare punës njëherë Jetia i që denoncon pa dashje shumë rreptësisht opozitën. Edhe kam një kritik të drejt për drejt dhe shumë të ashpër me ty, sepse vetë pyetja që bën ti, çfarë duhet bëjë opozita, në fakt është denoncimi më i drejt për drejt që i bëhet opozita, sepse fatikisht do duhet pyesnim çfarë nuk duhet të bëjë opozita. Sepse përballë unë i shkoj kësaj që thot avokati, përballë një listë të gjatë me njerëz të arrestuar, me një listë të gjatë me zyrtar socialistë që janë sot... Por ti pa dashje duke denoncuar opozitën, sepse ti do të bëjë pyetje sot... Nuk po e kapitalizon do të opozita këtë. Sepse fatikisht pyetja e vërtet do të ishte çfarë nuk duhet bëjë opozita. Në momentin që neve jemi në një gjendje psikologjike, pra të gjithë ne së bashku, si qytetarë, gazetarët, çdo njeri, dhe thotë, ore, prit pak tani se po çfarë do të bëjnë ata? S'kan çfarë bëjnë më. Pra i bie që neve kemi pranuar që jemi në një cep, jemi në një qoshe psiqike, që më na duket sikur i kemi konsumuar të gjitha. Dhe tani vetëm duhet ngrem duart lart dhe ti themi Ariut e ka marr kapelen me vete sot. Kjo është e gjitha. Kjo është pak a shumë. Okej. Se ndërkohë që ne do duhet ishim në një po themi gjendje kur do duhet pyesim çfarë nuk duhet bëjë opozita. Pra do duhet kishim akoma shumë imagjinat për çfarë duhet bëj. Duhet dal nga dal bënim shartimet, krasitjet, çfarë nuk duhet bëj. Por nuk e kemi. Ore në Vlorë, po Galdin, në Vlorë në zgjedhjet e nëntorit, opozita, Partia Demokratike mori pjesë në zgjedhje teorike dhe shkuan 2.5% më.
Po pra po, dakord. Por a e kuptoni se për çfarë po flasim? Por unë di pra atë po 2.5%. eksaktësisht atë po them, avokat. Po çmendurima as nuk është me dy shifra. Pra, opozita është në 2.5% të votuesve të Partisë Demokratike morën pjesë në zgjedhje. Po ja ta. Kjo është çmendurima, ju vazhdoni akoma thoni Sali Berisha ju rrit ymri. Thot ky, jo ti. Jo, unë them është i zgjedhur me votë. Unë them ai dhe Edi Rama Dhe me votë plebiscitare. Publicitare. Ai dhe Edi Rama janë dy lider simbiotik ku vazhdimësia e njërit varet nga fuqia e tjetrit. Dhe fuqia e tjetrit varet domosdoshmërisht nga rezistenca e atij që është poshtë. E kuptuam këtë Arian. Pra, kur ti bën pyetjen çfarë duhet bëj opozita, unë do të bëj pyetjen çfarë nuk duhet bëj, pra nuk do të mbështes më Edi Ramën. Që të fitoj. Ti nuk mund të fitosh kur ti mbështet Edi Ramën. Dhe e thënë edhe më qartë. Dhe duke ndërlidhur me gjithë tezën time të mëparshme. Unë besoj që Edi Rama është në ditët e tija më të zeza ndërkombëtare. Dhe vetëm mënyrë që ai të konfirmojë. Edhe pse shkojnë SBA është në ditët e saj më të zeza ndërkombëtare. Po pra sepse ai ishte paket turistike në grup. Nuk ishte vizitë personale. Fuqia politike e njeriu dhe legitimiteti i njeriu politik është kur ai ftohet individualisht. Dhe në titullin e tij si kryeministri i Shqipërisë. Arian, megjithatë, po ta dëgjoj fjalën e presidentit Trump, tha, ky është grupi që le ta quajmë grupi miqve të presidentit. Pra, nëse një nga miq do ketë probleme, patjetër që nuk është aq kroçera, aq thjesht kjo. Inshallah nuk është një mik si Elon Musk. Kjo se nuk u takuan as ata të tjerët me Rubion, ëh? U takuan ata që kishin halle. Në këtë rast është ky është pa halle ky. Jo, e di pse është takuar për shembull Vjosa Osmani se me drejtë. Sepse Vjosa Osmani duhet të rizgjidhet presidente. Dhe Albin Kurti ende nuk e ka vendosur këtë gjë. Dhe nëse Vjosa Osmani nuk zgjidhet presidente pas 2-3 muajsh a javësh kur është. Po çfarë javësh më ditësh? Në prill, deri në prill, atëherë do ketë një krizë aty. Kështu që gjithë ky investim amerikan siç u bë dhe jo ta çojmë deri në fund tani ti themi gjërat. Siç u bë dhe me kryeministrin hungarez i cili rrezikon seriozisht humbjen dhe vajti Rubio i cili u shpreh jemi këtu me ju, pra fushata më të hapur që unë kam parë ndonjë nga një sekretar shteti në një vend të Europës ka qenë ajo që Rubio i bëri pikërisht mikut. Dhe ka për të humbur atë. Nuk e dim tani. Ne do ta shikojmë. Kjo është ajo për të bërë dallimin mes asaj që do ta shohësh dhe të afro doja në Gjermani të jetë gjë nuk pati takim personal. Unë e bëj dallimin vet sepse pothuajse nga të gjitha shtetet që ishin aty, në absolut të gjitha shtetet, i vetmi lider politik që nuk ka patur asnjë raport pune bilaterale me Shtetet Bashkuara të Amerikës është Edi Rama dhe Shqipëria. Të gjithë liderët që ishin aty në bordin e paqes kanë patur 2, 3 deri në 5 takime gjatë një viti që Donald Trump është në presidencë. Pra nga Katari tek Egjipti, nga Afganistani tek Pakistani, nga Azerbajxhani tek Armenia, të gjitha shtetet aty kanë patur raporte dhe takime, madje kanë patur vizita zyrtare në shtëpinë e Bardhë. Pra kështu që ka një diferencë shumë të madhe, dhe unë dita bëj diferencën vet. Prandaj të them që Edi Rama është i vetmi lider që ende nuk ka një kontakt bilateral. Dhe në këtë rast po bëhet pengesë dhe për Shqipërinë për mospasje të raporteve bilaterale. Ivanka Trump, Arian si e lexon? Se tani paka shumë këtu kemi një investitur. Unë e kam thënë mendimin tim, pra. Kemi një investitur shumë të madhe për të paraqitur interesa ekonomike si interesa shtetërore. Ta kam thënë mendimin tim që për mua Sazani djerë se djerë ishte, që do duhet ishte po themi ose kapital i sigurisë kombëtare, pra pjesë investiturës së NATO-s apo kapital turistik, u vendos të jetë kapital turistik, shteti shqiptar nuk investon dot, as për ushtri, as për siguri, as për NATO. NATO nuk e morin përsipër që ta kthente në bazë ushtarake apo ta merrte si aset të sigurisë kombëtare. Sazanin dhe Zvërnecin, kështu që po të jetë puna për investim privat, shumë më mirë që e ka marrë ai që e ka marrë. Po kjo nuk mund të kthehet në kapital personal të njeriu, se është pasuri kombëtare. Kështu që mos të themi tek argument. Ditët e saj them. Pra unë mendoj që Edi Rama është në ditët e tij më të zeza. Dhe ai po e përdor të gjithë këtë gjë si një lloj
akti prestigjatori që të shpall triumfalizëm mbi drejtësinë dhe mbi çdo faktor tjetër ndërkombëtar, edhe ndërkombëtar, sepse ajo që je ti këtu po ka dhe ca më lart. Pra ai është duke komunikuar edhe me faktorin diplomatik këtu. Po. Edhe me zyrtar të niveleve të dyta dhe treta politike. Pra kumti ti është shiko ku jam unë jam shumë lart. Unë mundem të negocioj atë që quhet shortcut, shtegu i shkurtër. Po. Dhe nga ana tjetër, që ai ta përdor këtë triumfalizëm për të patur vazhdimsi politike, pra dhe imunitet dhe legjitimim politik, ati duhet një argument shumë thelpsor që neve e lëm bazdore. I duhet fakti që ai mund të ketë bërë ca shkelje, mund të ketë ca probleme, të cilat ai nuk i shmang dot nga tryeza, nga dosjet që shkojnë aty sa herë bëhen takime, sepse ata përgatiten, bëjnë memo sa herë shkojnë në takime, atëherë ati duhet fakti që shiko, ky ka probleme, është son of the bitch, po is our son of the bitch. Pra, është një djalë që ka probleme, është një djalosh problematik, si Damiani, por është yni. Pse? Sepse ky pak të ndërruan stabilitet, sepse ai tjetri, ai është duke e kallë Shqipërinë. Pra, sa më shumë ta kallë Shqipërinë ai tjetri, pra shoku i Ramës, Saliu, aq më shumë Rama paraqitet tek tryeza ku kërkon triumfalizmin si vetmi aktor stabiliteti. Kush mund ta në prish Shqipëri. këtë skemë Marian se duket Unë mendoj që kjo gjë ka marrë fund si lojë, sepse e vetmja gjë që po bën Sali Berisha tani është po na tregon që ka teknologji të reja për gjuetur me fishek zjarre. Pra ka topa që i lëshojnë, ka topa që i lëshojnë nga 10, ka topa që i lëshojnë nga 20, pra vetëm seritë e topave që lëshojnë fishek zjarret. Cila është skema? Si mund të prishet skema? Dhe seria e topave dhe teknologjia e re e fishek zjarreve sa vjen dhe do të zbehet me kalimin e kohës. Edhe kur të fusit trupin e Gjingjonit me shok në sakrifica sublime, do e kuptoj që edhe Gjini nuk është mësuar që të bëjë sakrifica më të gjata se sa 2 javë. Dhe unë mendoj që qershori do e mbyll të gjithë të spektakël, të gjithë do shkojnë me pushime dhe të gjithë do bëjnë garë, do i kalojnë pushimet në Green Coast. Qershori është botrori, kështu që normalisht ta bëjnë. Po nuk është kjo. Madje tani u shprishur sepse kanë bler biletat edhe për në Meksik dhe thuhet që ky konflikt që ka ndodhur tani me kartelin, sepse Trumpi nuk është që ka i kënaqur me Menchon. Se lajmi i fundit që mund të jap tani. Është kjo që Trumpi që nga i pak kënaqur se Trumpi kërkon ndryshime të mëdha radikale edhe në qeverinë e Meksikës. Kur ai nuk është i kënaqur me kokën e El Menchos në Meksik, imagjino pak se do të i kënaqur me kokën e Ballukës këtu në Tiranë. Qershori kur këta të bëjnë garë, kush do shkojë në Meksik, kush do shkojë në Amerikë për të parë botrorin me Armando Ducën dhe me ekipin ton kombëtar. Kush do shkojë në Green Coast të bëjë pushimet apo kush do shkojë të kalojë në Madagaskar pushimet, kur të ju në këtë garën e pushimeve të gjithë bashk, atëherë njerëzit do ta kuptojnë shumë thjesht që gjërat kanë kryer punë. Për t'ia bërë me batutë Arianit, unë mendoj që miqtë e bordit janë të paprekshëm, paktën për një kohë të gjatë, për momentin, pastaj deri shtator, pastaj se si do vej puna, por miqtë e bordit janë miqtë e presidentit dhe në një farë mënyre Rama edhe vështirësitë që ka patur në aspektin me Shtetet Bashkuara të Amerikës, i te i kaloi me mënyrën e tij, që këtu po flasim për real politik, nuk po flasim për... Mikesha e parë e bordit, atëherë Denis, po ta jap një lajm, Mikesha e parë e bordit, Vjosa Osmani nuk do jetë presidente e Kosovës, deshtash atë që thoshte Mero Bazë, presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës në Kosovë. Pra nuk do të jetë presidente e Kosovës, pra Mikesha e parë e bordit do të bjerë, kujdes pa kush do jetë i dyti. Arian të falenderoj, Denis të falenderoj, avokat të falenderoj. Të nderuar teleshikues, kjo ishte gjithçka kishim përgatitur për ju sonte nga unë Red Varaku. Natë e mirë.